thjeshtojmë shprehjen. Si që shikoni, kemi fuqi me eksponent, shumë, dhe këtu do përdorim veti të fuqisë, si dhe faktorizimin. Atëherë cili është më i vogli, 2 në fuqi x. Çfarë bëjmë me të tjerat? I zbërthejmë. Si 2 në fuqi x, që shumëzon 2 në fuqi të dytë, pra këtu përdoret vetia a në fuqi m që shumëzon a në fuqi n, baras me a në fuqi m plus n, pra ne kemi a plus n dhe e shkruajmë në këtë formë. Pse e shkruajmë në këtë formë? Që të kemi mundësi të faktorizojmë më thjesht. 2 në fuqi x që shumëzon 2 në fuqi të parë, plus 2 në fuqi x. Këtu tani çfarë bëjmë? Faktorizojmë. Cili është faktori i përbashkët tek të gjitha? Si që shikoni është 2 në fuqi x. Atëherë shkruani 2 në fuqi x që shumëzon, hapim klapën. Çfarë mbeti tek e para kur merrni 2x-in? 2 në fuqi të dytë? Plus, çfarë mbeti tek e dyta? 2 në fuqi të parë? Plus, çfarë mbeti ke e treta kur marrim 2x? 1. E gjitha kjo përmbi. Vazhdojmë tek e dyta dhe bëjmë zbërthimin. Atëherë keni 2x plus 3, do shkruani 2 në fuqi x që shumëzon 2 në fuqi të tretë, minus 2 në fuqi x. Bëjmë faktorizimin që është 2x, atëherë 2x që shumëzon 2 në fuqi të tretë, minus 1. Baraz. 2 në fuqi x me 2 në fuqi x thjeshtohen me njëra tjetrën. Kryejmë tani veprimet brenda klapave. 2 në fuqi të dytë 4 plus 2 plus 1. Poshtë keni 2 në fuqi të tretë, 2 herë 2. Pra kjo i gjitha bën 2 herë 2, 4 herë 2, 8, minus 1. Atëherë është e barabartë me 4 plus 2, 6 edhe 1, 7. 8 minus 1, 7. Po 7 përmbi 7 bën 1. Pra e gjithë shpreja që duke i kaq e ndërlikuar, duke zbatuar veti të fuqisë, duke zbërthyer atë, si dhe duke kryer faktorizimin, pra gjetur faktorin e përbashkët tek të dyja gjymtyrët e thyesës, pra dhe tek numëruesi edhe tek emëruesi, kryejmë thjeshtime, veprime me numra dhe del vlera e shprehjes. Pra shpreja në këtë rast, vlera e saj doli 1. Ju lutem të gjithëve, në qoftë se ju dëshironi në fillim ndalojeni video, zgjidheni vetë ushtrimin, pra mendohuni, pasi keni zgjidur vazhdoni shikimin e videos për të parë saktësinë e zgjidhjes. Nëse ju e shikoni videon por nuk e kuptoni me herë të parë, atëherë shikojeni video 2 apo 3 herë dhe pastaj shkruajeni ushtrimin në një fletë dhe pa e parë videon, zgjidheni vetë atë. Në qoftë se ju veproni kështu me të gjithë ushtrimet, atëherë ju nuk jeni thjesht një parës i videos, por ju përfitoni shumë prej çdo materiali që jepet në këtë kanal. Nëse mendoni që këto ushtrime ndihmojnë edhe miqtë tuaj, atëherë ju jeni të lutur të shpërndani ato me miqtë tuaj.